Të dashur mirë që kemi sërish së bashku dhe jam këtu në studio së bashku me Dr. Benjamin Kamberi, me të cilin do flasim për duhanin, efektet negative dhe efektet afatgjate të konsumimit të tij. Ai është specializant i mjekësisë interne dhe do na tregoj pak më tepër dhe si ndikon në aspektin internistik, pa brenda organeve tona. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë sot për të folur për këtë temë që nuk është aq e këndshme, por ama që është shumë aktuale në vendin tonë, duke qenë se dhe Maqedonia e Veriut ratitet në vendet me duhanpirje më të lartë në botë. Pikës pari, faleminderit edhe një herë për emisionin tuaj dhe juve personalisht për ftesën dhe mundësinë të cilin na i jepni, që neve si profesionist, mbase në kësi emisione pak më të relaksuara, të bëjmë një edukim gjithë popullor në interes të qytetarëve. Uroj që kjo emision të jetë produktiv dhe sa do pak të ngrejmë vetdijen e qytetarëve për të këqija të cilat i sjell duhanpirje. Shpresoj dhe unë shumë. Më thoni pak, dhe nga eksperjenca juaj deri më tanishme dhe ju se çfarë keni dëgjuar duke çfarë keni parë në shoqëri, që në çfarë moshe fillohet zakonisht duhani? Sipas jush. Është për keqardhje të themi se statistikisht në Republikën e Maqedonisë duhanpirja vetëm se fillon që nga mosha 13-15 vjeçare. Janë ca statistikat të fundit të Institutit për Shëndet Publik, të cilat u publikuan muaj më herët, dhe ishte surprizues ky fakt se këtu ke neve vetë se dominon një moshë relativisht shumë e re, e cila është konsumator aktiv i nikotinës, i tutunit, nikotinës, duhanit, si dojmë ta definojmë të njëjtën. Është për të brengosur ky fakt për arsye se mbase në këtë moshë popullata nuk është e vetëdijshme se çfarë efekte negative i sjell organizmit, çfarë efekte të këqija bën i riu ose e reja e cila i nënshtrohet ndoshta në fillim mbase si rezultat i ndonjë kurreshtjeje ose dëshire për të treguar më i rritur, më superior ndaj shoqërisë dhe hyn në një lojë e cila në fund mund të rezulton shumë keq me mos them ndoshta fatalitet, edhe pse është një prej faktorëve, një rrezik faktorëve për të paraqitur shumë sëmundje serioze. Megjithatë definitivisht si fenomen duhanpirja e shkatron, gjithsesi e zvoglon cilëtetin e jetës së atyre personave të cilët vetëse pa dijenin e plot kanë filluar ta konsumojnë të njëjtën. Ne folëm për të rinjt të cilët e kanë filluar, por ama ka edhe mosha madhore që e fillojnë, dhe pse nuk kanë qenë duhanpirës deri në një pikë të jetës, e fillojnë më vonë. A janë këto raste për të çortuar? Sepse e arsyetuam më thojza, kur janë më të rinj është ajo kurioziteti dhe ajo ideja për të rritur, për të dëshira për të rritur sa më shpejt dhe për të bërë gjëra të rriturish. Kur në fakt ka edhe të rritur të cilët e fillojnë më vonë. E vërtet është se kemi edhe shife në shumë të rasteve din tjetë edhe aspekti psikologjik një prej arsyeve sepse do ta quaja pacienti, edhe pse ndoshta në këtë rast, në këtë stadie nuk do të jenë të definuar si të tillë, po mbase nga brengat e shumta, mbase nga streset e ndryshme të cilat njerëzit din të ballafaqohen gjatë jetës së tyre, në një farë mënyre mundohen që të njëjtën ta substituojnë me konsumimin e duhanit mbase. Këtu kemi të bëjmë edhe me shoqërinë, me të cilën neve shoqërohemi, nëse shumica prej shokëve, miqve me të cilën neve frekuentojmë lokalet shpesh, nëse ata janë duhanpirës në një farë mënyre me nën vetdijen tonë vetë edhe neve fillojmë të kyqemi një procesit të tillë. Definitivisht janë për të qortuar, nga se nuk është e nevojshme në atë mënyrë neve ta gjejmë mbështetjen nga streset të ndryshme, nga lodhet të ndryshme, ose nga arsyet të XX arsyet cilat do të kishin mund të arsyeton personin në fjalë si shkak përse ai është kapur te duhani, kur të njëjtat mund t'i bën edhe me ndoshta aktivitete të ndryshme, qofshin ato sportive, qofshin ose ndonjë aktivitet tjetër, ku ndoshta nuk do të jetë patjetërsueshme konzumimi i duhanit, pavarësisht se në cilën formë do të jetë. Kur flasim për duhanin, kur flasim për cigaren, sot neve kemi
shumë lloje, mënyra të ndryshme se si ato mund të konsumohen dhe për fat keq ato po praktikohen më të madhe në shoqërinë tonë, që besoj se gjatë emisionit neve do t'i elaborojmë pak edhe mënyrat, gjithsesi format se cilat janë ekzistente në tregun tonë, duke kyçur këtu edhe shtetin tonë, Republikën e Maqedonisë. Absolutisht. Përmendet dhe ju se një nga faktorët se pse fillohet sidomos në moshë madhore është për shkak të rrethit. Dhe kur qëndron në një rreth që janë duhanpirës, të vjen ndoshta ajo dëshira dhe ti të jesh si ato. Por a është domosdoshmërisht ky një faktor edhe për moshat më të reja, pra arritet një fëmijë një duhanpirës i arshëm në qoftë se rritet në një shtëpi me duhanpirës, dhe si janë ndikimet tek këto duhanpirës pasiv, sepse edhe ato në një farë mënyrë e thithin atë ajrin i cili i përmban këto substancat e dëmshme për organizmin, edhe pse nuk e pinë në vetë parë. Na shpjegoni pak, si është ky relacion? Është e vërtetë se është një fenomen i cili ndodh, megjithatë nuk është domosdoshmërisht që një fëmijë i cili dy prindërt janë konzumues të duhanit, edhe ai ta konzumon. Po ndodh edhe e kundërta. Kemi raste kur në një familje askush nuk konzumon duhan prej prindërve, megjithatë ndodh që në vijim fëmiu, pasardhësit e tyre, të jenë mbase edhe përdorues aktiv të substancave në këtë rast duhanit. Pse e them atë? Atë them shkaku se shumë varet fëmiu prej moshën e re tash si do të edukohet. Varet se me çka ai do të merret dhe me çka do të angazhohet gjatë jetës së tij, gjatë kohës së tij të lirë. Përderisa një fëmijë është në mënyrë aktive i angazhuar gjatë jetës së tij, në rininë e tij, qoftë me sporte të ndryshme, qoftë me kurse të ndryshme, qoftë me gjëra ku nuk i lihet shumë hapësirë atij të shoqërohet, ndoshta me një rreth ku ai do ta ketë patjetër ta demonstron maturitetin e tij në forma të ndryshme, mendoj se do të kemi një popullat, gjithsesi një rini shumë më të shëndosh, gjithsesi më kundër duhanit. Në shtetin tonë për fat keq kemi qendra shumë të mangëta, të vogla, ku neve mund t'i rekreojmë si rekreacion, t'i nënshtrojnë rekreacionit fëmijët, gjithsesi rinia jonë, dhe domosdoshmërisht ngecin rrugëve. Në rrugë, nëse një prej shokëve në moshën 13, 15, 17 vjeçare në base konzumon duhanin, në atë moshë shumë fëmijët nënshtrohen ndaj dhuntive të tilla të këqija, dhe këtu qëndron fenomeni kryesor, problematika kryesore. E dyta si problematikë e cila nuk po ndodh në Europë, po ndodh këtu në shtetet të cilat janë në tranzicion, sikur se është shteti i jon, është ndoshta çmimi shumë i lirë i duhanit, gjithsesi janë shumë të lehtë kapshme për mosha të rinore. Nuk ka ndonjë kontroll strikt se kush, edhe pse ligjërisht mbase kemi një kriterium ku në moshën 18 vjeçare një gjë e tillë nuk duhet të shitet, nuk duhet të jipet, po të jemi real, neve po hasemi me atë problematikë. Gjithsesi është shumë e lehtë që dikush në moshën 18 vjeçare të vijë në kontakt me lloje të ndryshme të duhanit. Qofshin ato vejpat, të cilat sot janë shumë në trend, qofshin shishat, të cilat gjithashtu janë shumë në trend. Po qoftë edhe duhani si duhan i thjesht në formë cigares apo një lloj tjetër, janë shumë të kapshme për popullatën dhe kanë një kosto shumë të lirë. Gjë e cila i bën shumë më të favorshme për popullata të bie në kontakt direkt me të njëjtën. Në fakt është edhe ky sensacioni i këtyre vape të cilat i përmendët ju, të cilat janë me shije të ndryshme, shishave, që shkojnë edhe për një foto, për një video, për të dukur cool, sidomos moshat e reja, por jo vetëm, e marrin dhe e konsumojnë. A janë ato më pak të dëmshme se cigare, sepse është krijuar ky miti se më mirë po pi vape se sa të pi një cigare tradicionale, le ta quajmë kështu. Si, a është e vërtet kjo? A do të thotë se nëse pina ashtu i bëjnë më pak dëm organizmit? Ka një keq kuptim, mbase është edhe keq interpretim.
në këta lloje të duhanpirjes. Në asnjë mënyrë nuk mund të klasifikojmë si të sigurta mënyrat e tilla të konzumimit të duhanit. Pavarësisht ndoshta se janë metoda shumë të reja, tash flasim për vejpat, në të cilat ndoshta nuk ishte studime në të kaluarën shumë të sakta se me çka do të rezultojë. Neve si profesionist alarmuam që atëherë se një gjë e tillë nuk është e preferuar dhe se mund të sjellë problematika të ndryshme. Nëse duhet t'i klasifikojmë se a janë apo jo të sigurta, unë do të kisha dashur t'i ndaj në dy gjëra. Kemi një problematik, gjithsesi duhanin klasik, i cili sjell toksine në numër ndoshta shumë më të madh. Megjithatë, ajo nuk e justifikon pjesën tjetër, gjithsesi vejpat dhe shishat, sikur burime të sigurta, për arsye se edhe në ato kemi substanca të ndryshme të cilat din të ndikojnë keq gjithsesi të sjellin dëm në organizmin tonë. Mbase nganjëherë vejpat në formë likuidi, të cilat përdoren, mund të jenë edhe shumë më të rrezikshme për popullatën. Do të parashtrohet pyetja pse. Për arsye të vetme se ndoshta në një cigare të cilën do ta konzumojmë gjatë ditës, neve dim sakt se sa ka nikotin, sa ka katran dhe gjitha produkte tjera. Megjithatë, në pjesën e cigareve në formë të lëngshme, gjithsesi vejpave në këtë rast, aty nuk mund ta masim sasinë se sa inhalojmë neve nikotin dhe produkte tjera të dëmshme në momentin kur neve e përdorim të njëjtën. Në këtë moment na parashtron neve një alarm se ajo është edhe pak më e rrezikshme se sa neve deri tani e kemi trajtuar si problematik. Dhe studimet e reja shkencore tregojnë se konzumimet të tilla, të preparateve të tilla, vetë se sjellin problematika shumë të mëdha, gjithsesi ndryshime, pikë së pari në mushkërinë e pacientit, tashpo kur ka krijuar ndryshime, vetë se mund ta quajë edhe si pacient në këtë rast, gjë e cila paraqet një dëmtim irreversibil. Çka do të thotë kjo paraqet ndryshim të një strukture, në një indi, i cili nuk do ta ketë mundësinë për të rikthyer në gjendjen të cilën ka qenë paraprakisht. Do doja të vëndojmë në thekst të veçantë ndryshime që ndodhin brenda në organizëm. Janë disa ndryshime të jashtme të cilat ne i shohim, për shembull kemi ndryshimet në lëkurë, në ngjyrën e dhëmbëve, në tesha vëre, domethënë ajo aroma dhe sa i afrohesh dikujt që është duhanpirës me një herë vëren, dhe të gjitha këto ndryshimet e tjera. Por ajo që nuk e shohim dhe që në fakt është më e dëmshme, është ajo se çfarë ndodh brenda në organizmin tonë. Pikë pari mushkërit. Çfarë ndodh me mushkërit dhe të gjitha organet e tjera? Është e vërtet se kur përmendet duhanin në përgjithësi, çdo individ më së pari mendon në mushkërinë, por nuk është i vetmi organ. Jo domosdoshmërisht. Thotë nuk ka organ, nuk ka qelizë në organizmin tonë e cila nuk pëson dëmtime të caktuara si rezultat i konzumimit të duhanit, duke filluar nga dukja e jashtme. Personat cilët konzumojnë duhan kanë predispozita që të një farë mënyre rrudhen më shpejt, të plaken më shpejt, të bie floku më herët më shpejt. Pastaj, duke filluar nga hyrja e traktit respirator, goja, dhëmbët, krijohet erë keqe, prishja e dhëmbëve gjithsesi marrin në ngjyrë pak më të verdhë, duke kaluar në traktin më poshtë respirator, të i tanguar telat e zërit dhe laringsin në fakt, ku shpesh duhanpirja mund të jetë edhe shkak i karcinomave të ndryshme në larings në telat e zërit, dhe duke vazhduar më tutje në për degëzimet më të vogla të traktit respirator, qofshin ato bronhet, bronhiolet, madje edhe deri në alveolet, të cilat janë në një farë mënyre për popullatën ta quaj si pjesa e fundit kalimtare ku bëhet shkëmbimi i gazrave. Këtu do thotë qelizat e tona të gjakut, eritrocitet, këtu marrin oksigjenin dhe lëshojnë monoksidin e karbonit, të bëhet ai procesi i këmbimit të gazrave në trupin tonë. Edhe tash të pacientët, të personat të cilët konzumojnë duhanin, kur neve thithim tymin, në vend se
qelizat e tona të mbushen me oksigjen, i cili do të transportohet në qelizat e duhura, neve këtu japim materet helmuese. Vlen të theksohet se në një cigare kemi dikund 600 substanca të ndryshme, prej të cilave, gjatë djegjes së cilave krijohen mijëra helme, mijëra toksine. Dhe çdo toksin do të jetë trigger faktor, do të jetë çelësi i aktivizimit të ndonjë sëmundjeje të cilën ndoshta neve e mbartim prej paraardhësve tanë. Ne kemi të parasysh se në gjenetikën tonë neve mbartim qeliza, kode gjenetike prej shumë brezave më herët. Dhe në ndër to, në base edhe trashëgojmë mundësi për të lënguar nga ndonjë sëmundje e caktuar. Në këtë rast, duke pasur parasysh se trupi jonë prej mushkërive, nga tymit të cilin e kemi konzumuar, do të merr trigger faktor, gjithsesi helme të ndryshme, të cilat do të distribuohen në çdo qelizë të mundur të organizmit tonë nëpërmjet të gjakut, janë mundësitë e shumta për të krijuar sëmundje të ndryshme, qofshin ato të traktit respirator, qofshin ato të traktit gastrointestinal, të traktit digestiv, ku mundemi këtu të numërojmë edhe problemet, qofshin ulcerat e luktit, qofshin ulcerat ose tumoret e zorëve, qoftë asaj zorës 12 gishtore, pankreasit, zorës së trash, që janë një prej dukurive më të shpesha të cilat ndodhin këtu te ne. Pastaj, nuk duhet të anashkalojmë edhe problematikat e ndryshme endokrinologjike të cilat vinë si rezultat i konzumimit të duhanit. Mbase prej mosdijes, personat gjatë kohë, prej moshës rinore, gjatë kohë konzumojnë duhan dhe në një stat të caktuar ato hasen me probleme të cilat ndoshta normal nuk do të kishin dashur të kenë asnjëherë. Dhe pastaj lind pyetja se po pse? Pse mua më ndodhi kjo? Po pse jo tjetrit person i cili ndoshta pinë më gjatë se unë konzumon një lloj të duhanit dhe ai nuk ka. Po, nuk e dim se çfarë gjeneze kemi. Andaj vlen që të jemi syhapur, të kujdesshëm dhe të evitojmë aq sa mundemi dukuritë e tilla negative, vetëm e vetëm për mos të sjell aktivimin e ndonjë sëmundje të ndryshme e cila mund të ndodhë. Jashtë aktivimit të sëmundjeve gjenetike të cilat neve i trashëgojmë, këtu i kemi edhe disa problematika të tjera të cilat direkt si rezultat i konzumimit të duhanit ndodhin pavarësisht pacientit se ka ose jo predispozit. Duhani, nikotina gjithsesisht ka një afinitet për të bërë një vazokonstrikcion, ngushtes të enëve të gjakut. Posaçërisht atyre enëve më të vogla, qofshin ato arteriolet ose venolet, gjë e cila rezulton me infarkte të ndryshme. Neve zakonisht themi, duke pirë duhan gjatë kohë, posaçërisht në orat e mëngjesit, kur atëherë vazokonstriksioni është pak më i shprehur, pësoj një infarkt, qoftë ai cerebral ose kardiovaskular. Këta janë arsyet, gjithsesi këta janë problematikat të cilat më së shpeshti na lajmërohen në organizmin tonë si rezultati i konzumimit të duhanit. Kështu që nuk janë vetëm ato ndryshimet apo ato dëmet e cilat i përmendim zakonisht, por është shumë më tepër se aq. Është multikomplekse, definitivisht duhani ndikon, unë ta kisha quajtur me plot kuptimin e fjalës, në çdo qelizë trupore. Vendosja e nikotinës për arsye se distribuohet nëpër tërë trupin ton, nëpërmjet eritrocitëve, nëpërmjet gjakut ton, këta komponenta arrin në çdo qelizë të mundur dhe aty ku jemi më të dobët, aty mbase ndoshta do të na paraqitet ndonjë sëmundje. Dhe mua më vjen mirë që i sqarua edhe këto anët e tjera përveç mushkërive, sepse ndonjëherë nuk e vërejmë se çfarë dëmi jemi duke i bërë vetes, deri në momentin që kemi një dëm tashmë të shprehur. Faleminderit që ishit pjesë e emisionit tonë sot dhe shpresoj që të kemi arritur qëllimin dhe të kemi përçuar një mesazh sensibilizues dhe të kemi bindur dikën që të mos e filloj fare ose dikën që ta lë duhanin. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ju faleminderit edhe juve, uroj që mbase edhe ishim të shkurtër, të kemi arritur një qëllim konkret, gjithsesi t'u sqarojmë pagas posaçërisht moshave, grup moshave më të reja, se sa mund të jenë ato të dëmshme për jetën e tyre, të cilët
do duhen të jetojnë në shumë vitet e ardhshme. Uroj të kemi sukses në këtë. Absolutisht, faleminderit shumë. Ju faleminderit.